ndërkohë ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme në pjesën e parë tek ajo çka po ndodh tashmë me lindjen e mesme, ku vetë presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar në një bisedë telefonike me një nga gazetarët se kishte paralajmëruar kryeministrin izraelit për rreziqet e përshkallëzimit të konfliktit me Iranin. Por sipas presidentit Donald Trump, ai kishte bërë të qartë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se Izraeli mund të mbetej i vetëm nëse do të vazhdonte me përshkallëzimet e mëtejshme të tensioneve me Iranin. Ai ka pretenduar gjithashtu se Shtetet e Bashkuara u informuan në fund dhe shkallën e tyre. Për diskutuar mbi këto zhvillime ditën e sotme, kam të ftuar gazetarin Sokol Braj. Sokol, përshëndes kënaqësi. Përshëndetje Elsa, faleminderit për ftesën. Atëherë Sokol, për ta nisur së fundmi me këto zhvillime dhe paralajmërimin e presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, si i ke parë të gjitha këto zhvillime? Po në fakt prononcimet e tilla kanë qenë gjatë gjithë administratës së Trumpit, nuk është domethënë hera e parë kështu, kemi shumë prononcime apo edhe mendime të ndryshme në median amerikane, po ashtu të Izraelit, të cilat kanë grindje të madhe mes Trumpit dhe mes Netanyahut, por në fakt nëse i shohim të dy anët dhe bëjmë një analizë domethënë pak më racionale, duke që këto janë ndoshta për paparacët dhe jo se kanë një realitet konstruktiv në rajon, sepse Benjamin Netanyahu dhe ministrat e tij thanë që për bombardimin që i bëri pra Irani, që i bëri Izraeli Iranit, ata u prononcuan zyrtarisht, pra Tel Aviv u prononcua zyrtarisht se kemi bërë me koordinimin e Amerikës, të cilet Amerika thot, pra Trumpi thot që jo, i ka bërë domethënë pa na pyet neve. Pra kemi domethënë shumë gjëra fluate të cilat do t'na tregojnë mirë fotografinë e duhur. Atje ndoshta kjo është edhe strategji e administratës së Trumpit, por ndoshta edhe e Benjamin Netanyahu, i cili ndoshta të dy anët kanë qëllime të ndryshme, qoftë në lindjen e mesme, por qoftë edhe në luftën aktuale, e cila nuk ul ende në tavolinë për të bërë një shkrim për paqe. Të dy anët e shohin bot kuptime të ndryshme, në strategji të ndryshme, por që Amerika ti thot Izraelit që tashmë do të ngelesh veten ti, kjo është e pamundur, domethënë nga politikat reale, sepse Izraeli në lindjen e mesme, nëse i referohemi dekadave të fundit, jo thjesht domethënë 3 viteve të fundit, apo prej dekadash më radhë, kjo tregon që Izraeli është këmba kryesore, pra është xhandari kryesor i gjithë lindjes së mesme, që e kontrollon totalisht dhe të gjitha të mirat ekonomisë e përburimeve natyrale, pra petrolit dhe gazit natyral, e të tjera që janë në lindjen e mesme, kalojnë për dorën e Izraelit, dhe Izraeli me sa duket ka zgjedhur as strategjinë me kaos, pra me luftë, me pushtime, me sa më shumë kaos që ketë, aq më përfituese është atje Amerika, por me të vërtetë që Trumpi dhe administrata e tij do ta kthejnë lindjen e mesme në një rajon paqe, kjo lën shumë për të dëshiruar, ku sidomos nëse referohem të 3 muajt e gjysmë të fundit, pra që me 28 shkurtën ditët e sotme, Grisela, kjo lë shumë për të dëshiruar se e gjithë zona tash është në flak. Pra është në flak jo vetëm ato që don Izraeli të fusin në flak, por e gjithë zona, pra e gjithë gjiri përfshirë këtu edhe Gadishullin Arabik dhe Arabinë Saudite. Sokol, nga ana tjetër, mendon se po e përdor Netanyahu të gjithë taktikën e faktit të kryer për të futur dhe SHBA në një luftë renale, por pa pëlqimin e saj këtu, dhe si ndikon kjo edhe në besueshmërinë e të gjithë shkëmbimit të inteligjencës mes të dy vendeve? Shkëmbimi i inteligjencës është krejt ndryshe, sepse është koka, është memoria, është hardisku i çdo shteti, dhe tashmë dihet që Mossadi është ndër inteligjencat më të forta në botë, e cila me të vërtetë mund ta devijojë edhe informacionin e CIA-s dhe të FBI, ku pra për shembull nëse referohemi edhe ish drejtorit në luftë me terrorizmin që pat Kentit, që pat dhënë tërheqje nga posti i tij, kjo tregon që lufta e inteligjencës ka qenë gjithmonë dhe është, dhe kjo është normale, sepse nuk ka mik mes dy shteteve, po ka interesa, dhe por normalisht që kjo luftë e Iranit, pra sidomos të 3 muajt e fundit, edhe pse themi apo thuhet vazhdimisht që ka detyruar Izraeli Amerikën të futet në këtë luftë, kjo nuk është shumë e bazuar në teori racionale, sepse
do të shohim domethënë prej dekadash në radhë që Amerika don të jetë dhe hap pas hapi ja ka arritur qëllimin e saj që të jetë xhandari i vetëm në gjithë botën dhe normalisht që atë duket që Izraeli është një vegël i cili i çon ujin në mullirin e Amerikës më perfekt për në të gjithë lindjen e mesme. Nga kjo pikpamje besoj që duhet ta shohim, por a është një Izrael apo një shtet tjetër që ta fusë Amerikën pa dashjen e Amerikës në një luftë, kjo është më duket se është shumë qesharake dhe shumë jo logjike, sepse dihet forca e Amerikës në të gjithë globin, pra në çdo cep të botës tonë dhe jo thjesht në lindjen e mesme, por vetë burimet natyrale që janë domethënë në lindjen e mesme, e cila një pjesë shumë e madhe kësaj i përket edhe tokave të Iranit, normalisht që ka edhe strategji të ndryshme, por zatën e gjithë rajoni Glesinda është në luftë, pra dhe nuk është në luftë që sot, domethënë, nuk është në luftë që do të remojë të fundit apo do të revitet të fundit, por ka prej dekadash më radhë, ku të gjitha në thojza shtetet ato kalat që kanë qenë për rreth kanë eliminuar për të thuash edhe pa të ngel vetëm gjiri përsik për ato shtetet që ishin para të muajve, deri para të muajve parajsa e botës së njerëzimit, pra Dubai, Katari, Abu Dhabi, të tjera, dhe ato tashmë janë rënuar dhe i ka ikë gjithë ajo ëndra e tyre që kishin që mblesin të gjithë pasurinë e botës, që ishte qendra e financave dhe paras në botë, edhe ato tash janë eliminuar dhe kështu që kanë kaluar automatikisht të gjitha nën kontrollin e Izraelit, pra nën mbikëqyrjen e Amerikës. Izraeli është një rol aty i cili për vendin e vet, pra për në vetë nxjerr pretekste shumë të bukura të cilat ja arritet edhe të bindi deri në maksimum, domethënë opinionin ndërkombëtar, edhe pse me gjenocidet në Gaza dhe në Liban tashmë ka humbur shumë mbështetje nga shumë vende të botës, gjithsesi influenca e tyre në mbetjen botërore tregojnë që domethënë ato që krijojnë kaos në lindje mesme janë për shembull Hezbollah, Hamas e të tjera që nuk janë asnjë kafshat bukë për Izraelin dhe për Amerikën, por gjithsesi aty përqendrohet dhe Izraeli ja arrin të kontrollojë çdo gjë pra në lindje mes, të gjitha burimet apo nimetet që i ka dhënë natyra lindjes së mesme, ku tashmë dhe me rrëzimin e të gjitha atyre shtetet të tjera përsipër, pra Izraeli me të vërtetë që po hap pas hapi po duket që po shkon drejt një parandorie, e cila ndoshta për dekada më radhë nuk do të ketë një forcë që mund të thojë stop Izraelit për kontrollin e mbar lindjes së mesme. E shërcëkur nga ana tjetër, presidenti Trump ka deklaruar, ashtu si e thamë dhe në fillim, se administrata e tij arriti të kufizonte shkallën e sulmeve izraelite, por megjithatë më një herë mbas kësaj kryeministri izraelit Netanyahu urdhëroi devijimin e operacioneve, duke injoruar këtu edhe kërkesat që erdhën nga Shtëpia e Bardhë. Nëse Izraeli vazhdoi me planin e tij të sulmit, çfarë kufizimi sokol arriti të bënte vetë Amerika, apo nga ana tjetër ky deklarimi i presidentit Trump është thjesht po i shuaj një përpjekje për të shpëtuar ndoshta edhe fytyrën e diplomacisë amerikane përpara botës? Totalisht e shoh këtë fundit që thatë ju Grisela dhe nëse i referohemi domethënë sidomos i vitit të fundit, i cili u bë dhe ai pakti i paqes domethënë për Gaza, çfarë bëri domethënë Amerika aty në Gaza, ende vazhdon gjenocidi, kemi mbi 4.000 të vrarë përsëri, domethënë pas asaj që ulën të gjithë Egjipti, Turqia, vendet arabe ishin pas Trumpit aty, biles edhe Shqipëria sa miliard euro ka, sa milion euro ka dhënë për këtë paqe, çfarë u bë, kur edhe në mos gaboj me një qershor apo me 30 maj Benjamin Netanyahu i dha urdhër ushtrisë së saj që ta marrë me 70% të Gazës, cili pra edhe sot ushtria izraelite po përparon në Gazë, po hap pas hapi në Gazë, të cilat të gjitha këto janë thjesht për të zbukuruar atë fytyrën e diplomacisë amerikane, pra që ne jemi të fortet, ne bëjmë këtë, por në sa duket kjo është një strategji e Amerikës dhe jo e Trumpit, sepse Amerika është shumë më e madhe se sa Trumpi dhe shumë më e madhe se sa Benjamin Netanyahu. Diplomacia nga ana humane, pra për paqe të qëndrueshme, qoftë edhe ajo marrëveshja që Amerika në thojza ka detyruar tashmë edhe Iranin edhe Turqinë, të gjitha të që jenë në marrëveshjet e Abrahamit, edhe kjo është një plan i cili tjetërson ose problemin jetik, domethënë të lindjes së mesme,
zgjedhjen e saj e shty për dekada më vonë, por jo se kemi një zgjedhje, sepse është e pamundur të kemi një zgjedhje ku që nga Huthit atje gjithë gadishulli arabik e vin deri në Siri, domethënë deri në kufirin me Turqi, se gjithë ajo zona është në luftë, pra është në luftë jo mentale, por në luftë reale, të cilat kemi grupe të ndryshme, formacione të ndryshme, kemi proxy të ndryshme, kemi armë të ndryshme, dhe kjo si do ta prononcoj Amerika për mbar opinionin botëror, pra thotë që ja unë po bërë këtë, çfarë bëre, për shembull në lindjen e mesme që ku ka ardhur Trumpi, i cili ka mbaruar 7 lufte, se çfarë thotë, domethënë Trumpi totalisht prallë janë ata, por çfarë bëre në lindjen e mesme, një paqe të vogël që është bërë në lindjen e mesme, apo një armë pushim ku për shembull kemi armë pushimet mes